Matematika. Hej miq, sot do t'i mësojmë numrat nga 1 deri në 20, por së pari duhet t'i gjejmë. A ju pëlqen të luani me shkum? Mua më pëlqen shumë. Oh, preka diçka me dorë. Është numri 1. Po e vendosim në tabelë. Numri 1. Këtu është kuzhina. E kjo është tavolina ku ha ushqim. Këtu janë karriget. Sa karrige janë? 1, 2, 2 karrige. Këtu është numri 2. Numri 2. A i dini si quhet kë? Ky është semafori. Këto janë dritat e semaforit. Drita e kuqe do të thot ndalu. Drita e verdhë do të thot ngadalso dhe bëhu gati të ndalesh. Drita e gjelbër do të thot nisu. Sa drita i pas ka semafori? 1, 2, 3. 3 drita me ngjyra. Ja ku është numri 3? Numri 3. Tani po i mësojmë disa shenja duke i përdorur shkopat me ngjyra. Ky është plusi, shenja për mbledhjen. Ky është minusi, shenja për zbritjen. Dhe ky është barazimi. Plusin e përdorim kur shtojmë diçka. Minusi na tregon se duhet të heqim diçka, ndërsa barazimi na tregon që të dy anët kanë vlerë të njëjtë apo të barabartë. I kemi gjetur plusin, minusin dhe barazimin. Kush po fshihet në këtë bambu të lezetshëm? A e hapim? Panda qenë ka këtu. Por prit, pas ka edhe diçka tjetër. Numri 4. Dhe numri 10. Numri 4. Dhe numri 10. Shikoni këto umbrella. 1, 2. Janë 2 umbrella roz. Dhe 1, 2, 3, 4. 4 umbrella të verdha. Sa umbrella janë gjithsej? A i mbledhim? 2 umbrella roz. Po e përdorim plusin. Dhe 4 umbrella të verdha bëjnë 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 umbrella. Ky është numri 6. Numri 6. Këtu e kemi një picë. Është e ndarë në 1, 2, 3, 4, 5, 6. Në 6 pjesë. Nëse e marrim një pjesë për ta ngrënë, edhe sa na mbesin? 6 pjesë. Tani duhet ta përdorim minusin. E heqim një që e kemi ngrënë. Sa pjesë na kanë mbetur? 1, 2, 3, 4, 5. I kemi edhe 5 pjesë. Numri 5. Ky është ylberi. A i mësojmë ngjyrat e ylberit? E kuqe, e portokallë, e verdhë, e gjelbër, e kaltër
e kaltër e errët dhe vjollës. Sa ngjyra që në kanë? Hajde po I numërojmë ngjyrat e ylberit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ylberi I pas ka 7 ngjyra. Wow! Ky është numri 7. Numri 7. Këtu janë disa vetura të parkuara. Një është e verdhë, një e portokallët, 2 të kuqe, një e gjelbër, një e kaltër, një ngjyrë hiri dhe një e bardhë. Le ti numërojmë veturat e parkuara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Që kanë 8 vetura të parkuara. Wow! Dhe ky është numri 8. Numri 8. Kjo është një guacë ngjyrosë. A I dini se mund t'i hapim guacat? E kemi gjetur numrin 9 dhe numrin 20. Le t'i vendosim në tabel. Numrin 9 dhe numrin 20. Shoqja jon Panda na tha se e ka humbur rrugën për në shtëpi. A e bëjmë një shigjet me shkopa me ngjyra për t'i treguar ka duhet të shkoj? Ooh! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E kemi bërë shigjetën me 11 shkopa. Shpresojmë se tani Panda do ta gjej rrugën më lehtë. E ne e kemi gjetur numrin 11. Numrin 11. Këtu është një kuti me vezë. Ti numërojmë vezët. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 vezë. Ky është numri 12. Numri 12. Hej moce, pas ke gjetur plot lodra të reja. A na tregon me çka po luan? Një top me ngjyra, Ooh! 2 minj të vegjël, I kaltër dhe rozë. Po kjo çka bën? Ua, po bën dritë. Oh, I gjatëm edhe numrin 13 dhe numrin 14. Numri 13 dhe numri 14. Panda na falenderoj që I kemi ndihmuar ta gjej rrugën dhe na tregoj se disa numra janë fshehur në rër. Hajde t'i gjejmë bashkë. Po kërkojmë të ngjyra e verdhë. Këtu është numri 15. Numri 15. Ta shohim cili numër po e gjejmë të ngjyra e kaltër. Është numri 18. Numri 18. Ngjyra e gjelbër, cili numër po e fsheti? E kemi gjetur numrin 19. Numri 19. Po të ngjyra e kuqe, cili numër është? Është numri 16. Numri 16. E fundit ngjyra vjollës.
këtu që ka fshihur numri 17 dhe numri 17. I kemi gjetur të gjitha pjesët e tabelës. Tash po numërojmë bashk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dhe 20. E këto janë plusi, minusi dhe barazimi. Sot mësuam të numërojmë nga 1 deri në 20. E bashkë do të mësojmë edhe shumë gjëra të tjera në videot e ardhshme. Shihemi herën tjetër!